Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka vendosur sërish të sjellë një moment të veçantë nga jeta e përditshme, por kësaj here me shumë humor dhe dashuri, teksa ka reaguar në mënyrën më simpatike për projektin e fundit muzikor të bashkëshortit të saj, fenomenit shkodran Luiz Eili. Në një video të postuar në rrjetet sociale, Kiara shfaqet duke bërë pastrim në shtëpi me fshes elektrike, por nuk mungon as muzika në sfond, dhe pikërisht kënga e Luizit Maraklie, që është duke thyer rekordet që prej publikimit. Me një ndjesë ritmike dhe plot energji pozitive, Kiara jo vetëm që pastron, por edhe kërcejnë në mënyrë plot jetë dhe sharm, duke treguar se puna në shtëpi bëhet më e lehtë kur ka dashuri, muzikë dhe sidomos kur luan hiti i partnerit. Ajo e ka shoqëruar videon me një mbishkrim plot humor duke shkruar: "Ja kështu bëhen punët Luiz", ndërsa në sfond në ekran shfaqet vetë Luizi me pamjen e tij ikonike nga videoklipi. Por nuk ka vonuar shumë edhe kundërpërgjigja me nota humori nga vetë Luizi, i cili ka shpërndar videon e Kiarës dhe ka shkruar: "Shqyr që nuk nxjerr këngë çdo ditë, se kishe ngel me fshes në dorë." Kjo ndërlidhje plot shaka, dashuri dhe mirëkuptim mes çiftit ka shkaktuar shumë të qeshura në rrjetet sociale dhe ka marrë mira pëlqime dhe komente brenda pak minutash. Ky moment i vogël, por shumë domethënës, tregon edhe një herë tjetër lidhjen e fortë dhe kimin mes Luizit dhe Kiarës, që dinë si ta ndajnë gëzimin, humorin dhe suksesin në çdo formë. Videoja është komentuar edhe nga ndjekësit si një nga reagimet më të bukura e më spontane për një projekt muzikor, duke sjellë edhe më afër këtë dyshe që publiku i ka përqafuar me zemër që nga koha e Big Brother e deri më sot. Ndërkohë që kënga Maraklie vazhdon të dëgjohet në çdo cep të Shqipërisë dhe diasporës, Kiara dhe Luizi vazhdojnë të jenë një nga çiftet më të dashur për publikun shqiptar, duke dëshmuar se dashuria, humori dhe mbështetja reciproke janë çelësi i çdo suksesi. Ky moment i fundit mes Luizit dhe Kiarës është jo vetëm një dëshmi e marrëdhënies së tyre të ngrohtë, por edhe një shembull i bukur se si një çift i suksesshëm publik nuk e humb kurrë sensin e humorit dhe thjeshtësinë në jetën e përditshme. Ata nuk kanë nevojë për skena të mëdha për të pushtuar vëmendjen, mjafton një video spontane, një këngë e re, një koment plot shaka dhe mijëra njerëz ndihen të lidhur me ta. Publiku shqiptar vazhdon të tregojë një dashuri të jashtëzakonshme për këtë dyshe që, përveç famës, transmeton edhe energji pozitive, normalitet dhe ngrohtësi familjare. E ndërsa Maraklie po kthehet në kolonën zanore të kësaj vere, nuk është çudi që çdo ditë të shfaqen video si kjo e Kiarës, ku tingujt e Luizit shoqërojnë momente të zakonshme me një buzëqeshje më shumë. Dhe me sa duket, kjo nuk do të jetë hera e fundit që publiku do të qeshë, emocionohet dhe kënaqet me dashurinë e tyre, sepse çdo ditë me Luizin dhe Kiara Titon sjell diçka të re, të sinqertë dhe të paharrueshme.